por me kalimin e kohës, me thonë njeriu kupton që mosbesimi tyne ka më shumë baj për frigrave tyre se sa potenciali tonë. 18 njësi i biznesit. Si a del? Se unë për vete i pritoj me numru deri në 18, kurse ti menaxhon 18 njësi i biznesit. Ka pas, Giulia, një periudhë kohë që për një 2-3 vjet rresht, çdo 6 muaj ne kena hap një marketëri. Wow. Apo kërkon investimin të ndrollës? Extra Real Estate të sjell tonë ekskluzive nga Dubai drejt Europës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatura për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh. Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohen nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses made in Albania sjell në dritë vizionare dhe sipërmarrësi që bën diferencën. Bëhu ti historia rrallës. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam një person të veçantë, Diella Gjoni, bashkëthemeluese e Xhedis. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Giulia, është kënaqësi për mua të jem sot. Faleminderit. Një kompani 18 njësi i biznesit. Si a del? Se unë për vete i pritoj me numru deri në 18, kurse ti menaxhon 18 njësi i biznesit. Tash ne mundohna, domethënë, që në momentin që i kena fillu kësaj pune, e kena marrë parasysh që rritja do të jetë e vazhdueshme dhe normal që jena përgatitur që jena në menaxhimin e duhur të kësaj kompanie dhe mundohna të bëjmë maksimumin për të. Besoj keni vu struktura, keni vu stafe, se cili është... Pa, sigurisht, normal që teknologjia sot ka bët veten, ka strukturat, ka staff që e kam goxha të mirë si staff, menaxher, domethënë se cili person profilin e vet, punon edhe jep maksimumin e vet në kompaninë tonë. Po. Diella, kam një pyetje kështu me spec. A je një pronare tipike shqiptare që i bën tana vet, apo thjesht i cakton njerëzit në vendet e duhuna, edhe i thu këto keni me bë, edhe ti thjesht kontrollon rezultatet? Tipike shqiptare, tash unë faktikisht më pëlqen që ta di se ç'a bëhet në kompaninë time. Nuk është se normal për secilin pozicion pune që kam një person që është i specializuar ose që është fiks i fushës vetë në atë fushë që bën ose në atë punë që bën. Edhe normalisht tash ne për të kontrolluar jena, kështu që mundohna që me bëhet kontrollin, por gjithmonë pa e bezdis ose pa i hy, si më thon, pjesa punës përditshme. Super. Çfarë kriterësh do të më pas dikush që vjen e kërkon punë te ti? Qa vlerëson gjanat e para të një njeri që thot kërkoj punë për filan pozicion? E kuptoj. Një ndër gjanat që ne kemi si kriter të kompanisë tonë faktikisht është të jetë njeri i ndershëm edhe ta dojë një atë punë që do me bën. Pra nëse se vjen me kërku çdo lloj pune që të jetë, çdo lloj pozicion pune që të jetë, duam të jenë qartë edhe ata për vete se e dojnë me bën një atë punë, edhe të jenë, si më thon, shumë njerëz drejt. Se në këtë mënyrë e kena ndërtuar edhe ne si kompani edhe dona që kushdo që punon te ne të jetë në vijën tonë, në mënyrën e punës tonë. A ka mundësi promocionit ose rritjet në detyrë të stafi ju? Po, sigurisht, ne i kemi marrë njerëz pa eksperiencë hiç ndoshta, edhe kanë filluar punën çdo lloj pune ndoshta edhe sistemin në supermarket, edhe sot mund të jenë menaxher shumë taft, sepse kemi ne gjatë gjithë kohës, domethënë, tu e rritën pozicion, tu e ditë edhe potencialin që ai jep në kundrejt punës. Di që investon edhe te zhvillimi jot personal. Më ke përmend te Vasili për shembull, që ke bërë trajnime. Pse është e rëndësishme për ty me u zhvillu profesionalisht? Sigurisht unë në fakt e shikoj si një gjanat më të rëndësishme që një sipërmarrës ose çdo lloj personi mund të bëjnë, është zhvillimi i tij personal, se nëse nuk rritesh ti si person, normalisht që as kompania s'ka për të zhvilluar me evoluimin e kohës, kështu që mundohem, si më thon, që ti kushtoj kohën që duhet edhe pjesë e zhvillimit personal me libra, me trajnime, në këtë mënyrë rritemi ne, rritet biznesi. Super. Përveç se trajnohesh edhe zhvillohesh personalisht, a e trajnon stafin? Po, sigurisht edhe stafin, domethënë. Edhe stafit i jap sugjerime ose i ofroj oferta, vazhdimisht që trajnohen edhe nëpër vende të tjera, jo vetëm te biznesi jon, plus që unë brenda biznesit tem kam njerëz trajnues që
për secilin person që kërkon një pozicion pune e trajnojnë nëpërmes stafit tonë për kac. Keni trajnime të mbrëmshme, domethënë. Po sigurisht. Super. Të kthehena pak te fillimi. Po. Pse vendost me hap kompaninë edhe pse pikërisht në Shkodër? Tash pse, domethënë, normalisht që ne si punë kemi fillu për tarna ekonomike. Okay. Edhe të jemi realista për këtë. Ne sa po ishim martu dhe sigurisht na doshin tarna qëndrueshme, dhe në vend që të punësoheshim dikun vendosim që të vetë punësoheshim edhe të hapshim diçka tonën. Edhe kjo gjë, domethënë, kështu ka nisë gjithçka. Cila është njësia parë që keni hap? Njësia parë është një market tek Bulevardi Skënderbeu sot, se ja kanë ndru si lagje, domethënë. Okej, që i bjen te Ishdego? Te Arramale, siç e quajmë ne. Te Arramale. Okej, super. Cilat ishin sfidat e para? Se besoj e keni nis me motivim e me dëshirë, po mas e keni hap, masanej besoj keni ha sfidat. Tash sfidat tona më të mëdha ka qenë që të krijojmë besimin e njerëzve te ne. Ne në fakt nuk ose vishim për një fushë ose s'kishim eksperiencë në lidhje me pjesën e biznesit, edhe sfidat tona më të mëdha kanë qenë që ne, sidomos në Shkodër, ku pothuajse secili njeh njëri tjetrin aty, edhe kanë qenë që t'i binim njerëzit se ne ja vlen që t'na zgjidhin neve. Edhe me thënë vërtetën, edhe pse ne jena në fillim krejt, si me thënë, ka kanë shumë sfiduese, se jena loll shumë, jena pyçim vetëm me thumë mund t'ja dalim, pra ka pas shumë gjana që kajherë edhe na bashin, si thonë, me dyshute vetja, por kena pas, në fakt, shumë besim, tek njëri tjetri, edhe që tu kena edhe dy persona bashkë, kishim besimin që kena me mujt mja dalë, edhe si me thonë, suksesi ka ardhur shumë natyrshëm, edhe ishte një gjanat më të bukura kur shifshim njerëzit që vishin pa hezitu te ne edhe na thoshin, edhe të buzëqeshun që ju zgjidhim sepse ju jeni shumë të besueshëm edhe të saktë në atë që po shërbeni. Edhe kjo na ka ndihmuar dhe na ka dhënë kurajo që të ecim përpara, edhe si më thonë, e kena kuptuar në atë moment që puna dhe sakrificat që ne po i bëjmë po shpërblehen. Super. Se pyetja rrallësi ishte kur kuptove që po funksionon ka kjo gjë, po ma përgjigje. Kur vendost edhe kur thot që tash është momenti me hapi njësi të dytë? Fakt, tu pa dhe kërkesat e klientave, edhe ne aty te pika ku kishim hapën fillim, shikoshim njerëz për tana zonave që vishin me bletën ne, edhe domethënë ndoshta edhe për te Shkodrës. Edhe pranaj e pa me të arsyeshme që t'i shkojmë pak më afër klientit, edhe jena, domethënë, vendosme që me hap pikën e dytë për këtë arsye, sepse për mos me qitë shumë punë klientave marrë të ne, po shkoshim ne te klienti. Varet që te mendësia jote, te mënyra si funksionon, ti sikur ose ju jeni më shumë shërbim të klientit. Nuk ka se e keni, si më thënë, që është janë thjesht po fitoj për veti, po si po shërbej më mirë. Shumë e vërtet. Kja është, domethënë, edhe për ne suksesi i vërtet është, domethënë, kja që ne bëjmë një shërbim sa më të mirë, edhe të shërbim klientit cilësinë që ai meriton, edhe kjo është ajo që është edhe synimi jonë, ose si më thonë, motivi jonë që ne t'jena në shërbim klientit edhe të shërbim sa ma mirë që t'jetë mujton. Supermarket 24 orë, ndër të paktit që dion personalisht në Shkodër, ose në është ai vetmi, nuk jam i sigur. Edhe kjo ardhi si dëshirë me shërby, apo pave një hapësinë tregëll dhe the për tjerë, se sa është e ba kërkush, po përfitojmë në thojza për mirë. Po, shiko Gjulio, se ne realisht edhe pse para shumë viteve, si më thonë, kena fillu si biznes, edhe në atë kohën, kur ne kena hap një market, pothuajse ka qenë një risi në qytetin e Shkodrës, se pothuajse s'ka pas të dhojë ti asnjë. Edhe ne vazhdimisht që atëherë, domethënë, mundona që me ardhë me risi, edhe gjithmonë të pa dhe një mundësi që t'i shërbim sa më mirë, të jemi sa më afër klientit për shërbimet që ai ka nevojë. Edhe ne këtë pjesën e supermarketit 24 orë hapun e kena pa tamam si një nevojë për qytetin e Shkodrës, sepse shifshim që ne
në orën 11, domethënë e lajm hapun, po njerëzit në 11 po vazhdoshin, edhe pranaj ne kena bërë që t'jena shumë, ti vetëm t'i shërbejmë më shumë qytetit, pavarësisht se normal që ka dhe benefitet e veta. Patjetër. Sigurisht. Pjesa e konkurrencës. Në Shqipni, ne kena kështu si popull që shohim dikë që është i funksionu diçka, edhe fillojmë të kopjojmë. Ose bëjmë diçka të ngjashme, ose i hapim një dyqan përballë ose në krah. Si më thon, si e keni menaxhu këtë pjesën? Kur keni pa një konkurrencë, a jeni step, a jeni një keq, apo e keni marrë si sfidë për më rrit nivelin tuaj? Ne me të vërtetë që konkurrencën nuk e shohim hiç si faktor ose si një diçka që na frikson, ne e shohim më shumë si nxitje që të bëjmë shërbimin më të mirë. Ne realisht më thon, biznesin nuk e shikojmë si një garë kundër dikujt, por e shikojmë si një nxitje që të jemi versioni më i mirë i vetes. Edhe pavarësisht se kjo që theti është shumë e vërtetë, domethënë të shohin që punon një vend edhe hajde tash ti shkojmë afër që ti marrim atë. Por kjo mënyra punës tonë, shërbimi i mirë që ne bëjmë, nuk na friks, domethënë kjo është që na mon neve, po thojmë në kryet të listës, edhe nuk na frikson hiç te pjesa e konkurrencës. Të kuptova. Si e shikon të ardhmen e biznesit në Shkodër? Klimën e biznesit, a ka trend rritjet, si është fuqia blerëse, a kanë njerëzit, si më thonë, mundësi me shpenzu, ose sidomos për festa, me qena për festa, në qa shpenzojnë më shumë shkodranët për festa? Tashi, në fakt, ne edhe nga kja vitet e punës, se kemi bën re që edhe në qofse 12 muajt e vitit me zia dalin për festa shpenzojnë pa limit. Okej. Edhe e kena si tradit në ushta. Te pjesa e konsumatorit, tash ne dim gjithë që me thonë vërtetën qytetit ose krejt po bëshatisen për ditë, por gjithsesi ne, si me thonë, të kenë edhe të pa dhe standardin e biznesit tonë, që është maksimal, nuk besoj se i friksohu në kësaj pjesës, se gjithmonë do të na zgjidhin neve dhe normal që qyteti ka konsumator edhe. Po. Mas 18 njësive të biznesit, 23 vite në biznes, i ke shërby klientave, ke fitu lek, po them kështu me humor. Çfarë është leku për ty, taman? Është një energji që më ndihmon të zhvilloj punën dhe të rris kompaninë, sigurisht që është shumë i rëndësishëm për të ndërtuar edhe për të rrit biznesin edhe punën, por nuk është motivi im kryesor. Më rëndësishme për mua është shërbimi që unë ofroj te klienti, është mjedisi i punës i sigurt që kam për pjesën e stafit dhe me realizu idenë dhe vizionin tonë. Okej. Dhe ecë përpara. Super. A ke pasi këtë menim edhe kur ke pas njësinë e parë, kur ndoshta ato nevojat ekonomike kanë më të forta, edhe ndoshta mund të kenë edhe prioritet. A ke pas prapë edhe në rastet e vështira, synim ose prioritet vlerën ndaj klientit ose shërbimin? Tash në fakt të mos pas eksperiencë dhe të mos e ditë edhe tamam fiks vlerën e shërbimit që ne po klientit po themi. Ne sigurisht si thash në fillim, domethënë ne kemi filluar për të fituar lek, si thonë. Po. Që ne të krijojmë të ardhna prej lekut, prej punës që po bashim, edhe një ndër to është me fitu lek. Por me kalimin e kohës, njeriu e shikon që shumë ma vlerë kanë gjëra tjera se sa leku. Super. Ti e ke rrit biznesin, edhe ke rrit shumë njësi. Po ty atë ka rrit biznesi? Po, sigurisht. Sigurisht se unë kur e kam filluar, si me thonë, përveç moshës shumë e re, kam kënë edhe pa eksperiencë hiç në lidhje me biznesin, edhe unë jam rrit njëkohësisht, si me thonë, bashkë me biznesin, nuk sigurisht që jam rrit shumë, edhe çdo koncept edhe mënyrë të shikumit, dhe me thonë, si për lekun, si për biznesin, si për ndoshta edhe vetë njeriu ose klientin, ma ka ndryshu eksperienca dhe rritja jam personale. Super. Je në biznes bashkë me burrin, me bashkëshortin. Tash e di, kam një gjuhë që është shumë e vështirë me punu bashkë me partnerin. Si keni ndo punët, ose si e keni gjetë atë harmoninë e bashkëpunimit me një tjetrin?
Edhe nga ana biznesit specifikisht për shembull, ç'a bën Preka edhe ç'a bën ti? Po. Tash ideja është që qëllimi është i njëjtë për të dy, si për mua si për Preken, që ne të shërbejmë edhe të rrisim biznesin tonë. Sigurisht, domethënë që i kemi pak të nda me këtë pjesën, Preka gjithmonë është ai vizionari që merr venime të rëndësishme për merr riskun përsipër, është shumë i guximshëm tek ja pjesë. Kurse unë bashkë me stafin tonë, domethënë, jam ajo veprusja që si më thonë, operacionet ditore dhe që domethënë tonat e vizionin që shfaqet ne e vëm në lëvizjes. Të kuptova. Më përmend fjalën guxim. Sa e rëndësishëm është për një supermarkes, jo vetëm për ju, po për këtë biznes. Është shumë e rëndësishme. Në rast se nuk guxon dije se asnjëherë s'ke me marr diçka, si më thon, ose s'ke me arrit asnjë gjë. Tashi në fakt guximi është shumë i rëndësishëm, po tashi kjo është edhe kjo ideja të veprumit me strategjisë. Tani kena mundësi me studiu tregun, me studiu konkurrencën edhe çdo gjë, si më thon. Edhe mendoj që përveç guximit tani është shumë e rëndësishme edhe pjesa e strategjisë, që dim me maturi, me marrë venime. Edhe se ku me guxim, si më thon. Normal, fix. Te pjesa e stafit, si e ke gjetë edhe aty harmoninë? Sa e rëndësishëm është komunikimi? Që edhe nëse bëhet një gabim, ose edhe nëse ka dikush një nevojë që se din për shembull. Po, e kuptoj çfarë thu. Tashi unë thon vërtetën gjithmonë e them që një skuadër nuk drejtohet me frikë, por drejtohet me komunikim. Mundohem që me kanë shumë e drejtë edhe njerëzore në lidhje me çdo lloj situata dhe me çdo lloj punonjësi që ne kena, domethënë. Edhe nëse dikush gabim, nuk e shikoj nuk e shikoj si një problem, por si një mënyrë që ne të mësojmë edhe të bëjmë punën më mirë në vazhdim. Edhe prandaj domethënë e shikoj si një mënyrë që ne vetëm të si thonë, po thonë këtë gjuhën popullore të hapim sytë edhe të vazhdojmë, si thonë, të përmirësohemi te ajo pjesa. Për sa i përket pjesës skuadrës, si më thonë, jam edhe tolerante, por primare kam disiplinën e punës. Pra kam shumë të rëndësishme që shërbimi të jetë sa më perfekt, sepse klienti ashtu tash ne dim që diferenca mes konkurrencës është shërbimi dhe duhem që shërbimi të jetë sa më perfekt jetë i mujton. Cili është njësia ose biznesi më i lehtë me u menaxhu për aty në çekesat? Më i lehtë. Më i lehtë në krahasim me tjerë. Tash në fakt nga që unë që nga fillimet e mia kam filluar me supermarketet, marketet më duken pjesa më e lehtë. Domethënë është si diçka që e din përmend si thonë edhe e kam shumë qartë për çdo lloj gjëje se si mund. Po më i vështirë? Më i vështirë besoj ose më sfiduesi. Po, më sfiduesi ndoshta është tek pjesa e restoranteve, sepse në fakt po ta shikojmë tek pjesa e profesionistave, pra këto profesionet janë pak delikate te përzgjedhja e njerëzve profesionista, edhe ndoshta kjo është pjesa më sfiduese, domethënë, te pjesa e restoranteve. Se besoj edhe te pjesa e shërbimit, se në supermarket po e shoh në anën e konsumatorit. Ti ose e merr diçka ose nuk e merr. Kurse në restorant, ndoshta njerëzit kanë një fije më shumë huçe ose më shumë teka. E kuptoj, po normal. Besoj që ndoshta kjo duhet jetë një prej elementeve që i arrit vështirësinë. E rrit, domethënë kjo pjesa është pak më delikate, mund ta thujmë tek ja përzgjedhja e stafit edhe. Sa kohë prej biznesit parë deri në biznesin e dytë jo është dashur? Domethënë, sa kohë jo është dashur me kriju njësinë e dytë? Biznesit, pak a shumë. Mos gabosha, mas 7 viteve. 7 vite? Po, mas 7 viteve kemi ba njësinë e dytë supermarketit. Po të tretin? Mas 6 muajve prej dytit. Si ka mundësi, domethënë, kjo rritje kështu? Pse nuk tash dashur edhe 7 vite tjera, për shkak me bë biznesin e tretë? Ideja ishte, si më thon, është ai kur e fillon diçka të re, është ajo ndoshta edhe komforti që ti ke ai biznes, e shikon që edhe po ke fitime edhe si më thon, edhe duket sikur jam mirë. Por
mur me guximin që të hapshim dytin edhe e pame që e mira s'pas ka fund, vazhdojmë me tretin edhe me radhë. Super, shumë e bukur. E kjo është edhe një mësim edhe për sipërmarrësit, sidomos të rit që ndoshta janë pa eksperiencë. Ka pas Julia një periudhë kohe që për një 2-3 vjet rresht, çdo 6 muaj ne kena hap një market të ri. Wow. Po si, dakord. Okej, tash më lini pyetja rrallës. A është më vështirë me hap një biznes apo me majt hap? Sigurisht që është më vështirë me majt. Me hap, si me thonë, i hyn një aksion edhe ti e hap. Por me majt, pjesa menaxhimit është sigurisht më vështirë. Por kjo përvoja, eksperienca na ka ndihmuar shumë që ti më dhe me menaxhu në mënyrë më të mirë të mundshme. Wow, super. Më the që ose kam marrë në punë edhe njerëz fillestar, pa eksperiencë, edhe të që kanë bërë karrierë të ju. Po. Në Shkodër, a ka talente? A ka njerëz të aftë për punë edhe njerëz profesionista? Ka. Unë menoj shumë, menoj që në Shkodër edhe kudo në Shqipëri, rinia shqiptare ka shumë potencial. Por është sikur ju mungon pak ky guximi. Por gjithsesi tashi me thënë vërtetën po e shikojmë që mos në supermarket ose në biznes temin, një biznes tjetër, kanë fillu tu e pa këtë pjesën e punës si diçka domosdoshme, edhe më vjen mirë kur të kthehet në edukat kjo pjesa e punës, si më thonë, se i ka mungu pak Shkodrës kjo pjesa e edukatës në punë, por sikur kanë ndryshu gjanat edhe janë të ja ditë vlerën, domethënë që puna është diçka jetike për njeriu. E domosdoshme. Po, domosdoshme. Ti për vetë, ja ban pazarin të supermarkete jeta apo jo? Normal që e bëj, edhe me lekën dorë, dojnë kasierët, po. Ke kalu shumë sfida, që ndosh shumë vite me nxjerr disa mësime, etj. Nëse po, ç'a do kishe bën ndrysh, nëse do ishe kthy prej fillimit, ose ja kishe nis nga e para? Tash ideja është që, siç thash edhe më përpara, ne që nga fillimi kena ardhur me risi. Okay. Mas shumë viteve sillme prapë risi në qytetin e Shkodrës, pra supermarketin 24 orësh që ishte shumë e domosdoshme. Tashi, nëse kthehna 20 e sa vite përpara, normal që koha tash ka evolu shumë edhe zhvillimi teknologjik, pra në rast se unë do filloja një biznes të ri sot nga i fillimi, domethënë. Unë do të zirosha si biznes ma përpara, do të investosha në staf edhe në teknologji ma shumë. Super mesazh. Ke përmend fjalën teknologji disa herë. Sa rëndësishme është për ju? Edhe sot për shembull, a përdorni AI-n, inteligjencën artificiale? Sigurisht që është shumë e rëndësishme. Pra, në rast se thash edhe herë, nëse dikur ja kena fillu ndoshta pa me zero teknologji ose programe manuale ka kanë çdo gjë, sot duhet çdo gjë të jetë nën kontroll, pra ti duhet se s'bën të ndërtosh një strukturë që të dish të kontrollosh, se si thonë në mshirë të fatit nuk lehet asnjë gjë, kështu që duhet se s'bën që ne ta kemi edhe këtë zhvillimin teknologjik në biznes që jemi, si më thanë, sa më saktë dhe korrent. Përderisa ke kriju struktura, përdor teknologjinë, stafet janë vendet e duhura etj. A e ke luksin mos me shku në punë, për shembull? Ose sot ditë e ke luksin mos me u paraqit të biznesit? Në fakt, ne jena mësu me punu dhe s'dujna duket diçka sikur që na mungon diçka se nuk jena të puna. Po mbarësisht se tu e kriju atë strukturën e punës, si më thanë, në mënyrën që e kena kriju, normal që nëse unë kam nevojë, sigurisht ndoshta i javë, 2 javë, 1 muaj, nuk është problem, edhe nëse s'jam. Por në kohën që jam aty, jam tanë kohën në shërbim punës, si më thanë, takime me njerëzit që punojnë për mua. Se është kjo tendenca në popull, për shembull, popullin e gjanë që thojnë hajtë se biznesmeni e ka për Terezi. Po në fakt është komplet e kundërta. Edhe ishte një shprehje që e kam lexuar në internet, thotë biznesmenët janë vetëm njerëz që heqin dorë me punu 8 orë në ditë për dikën, por punojnë 24 orë për veten. Shumë vërtet, është shumë saktë kjo në fakt. Nga ana teknike, nëse unë du me zgjeru stafin, ose ndoshta jam i vetë punësuar, kam një biznes të vogël, edhe të du me shku një nivel tjetër.
Cilat janë disa prej pozicioneve më të rëndësishme që duhet me punësu? A është dikush në marketing, po thojmë, a është dikush në shitje? Po, do më thënë, çdo pozicion e ka atë vlerën e vet. Ne I kemi marrë për shembull tash ndoshta pa përvojë pune ose pa eksperiencë, edhe sot janë menaxher shumë të aftë në kompaninë tonë. Menaxher marketingu, shefi finance, domethënë I kemi simas nevojës që ka departamenti që ka biznesi, domethënë I kemi gjithë simas edhe standardave që kanë normal. Nëse jeta jote do të ishte një libër, si do ta kishte titullin? Në fakt besoj se tu pa dhe pak se s'po du më tregu edhe shumë Ashtu siç është, se s'ka. Po, nëse unë do t'i kisha vënë një titull librit tem, do t'i kisha vënë emrin tem Diell. Se kështu e pasyroj veten simas njerëzve që më rrethojnë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe kjo është pyetja ime e preferuar podcastit. Diella, je përballë pasqyrës. Edhe shikon vetin tan para 23 vitesh. Si më thon ato momentet e para kur e ke nis. Edhe ajo po shikon ty sot një femër në arritur, e suksesshme, që ka kriju vende pune, je vlerë etj. Ç'a mendon se do të thoshte ajo ty, do të pas sot ku ke arrit? Po, tash normal që është kjo ideja që ja dole, se shumë ëndra dhe vizione që mund t'jenë kënë thjesht si vizion, unë I kam realizu, por mendoj që do t'i thosha edhe një bravo të madhe që mos më ka ndryshu si person kjo pozitë që kam sot. Njësoj, në brendësi? Po. Edhe do më thënë, atë ka ndryshu leku? Është pyetje bashkë me këtë? Absolutisht jo. Do më thënë, leku, se shpesh herë linë kja që leku e prish leku njeriu. Njeriu, unë menoj që leku është si një sprovë e karakterit personit. Qose ti je I mirë, bahesh edhe më I mirë. Qose ti je njeri që s'je I mirë, bahesh edhe më pak I mirë. Si me thënë, nxjerr në pah tamam tiparet e karakterit personit. Të kuptova. Po ti ç'a do I thoshe Diellës para 23 vitesh? Qose mundesh me dhënë një mesazh ose I këshilla diçka? Nëse do shikoja atë Diellën para 23 viteve, besoj se do t'i thoja që ti mund t'ja dalësh, sepse realisht ai vetbesimi që kena pas gjithmonë, si më thonë, na ka tregu edhe koha që funksionon. Okej. Te fëmijët e tuaj, cilat janë disa gjëra që I mëson fëmijëve, nëse ja mëson për biznesin, edhe më rëndësishëm janë për marrëdhëniet me njerëzit? Fëmijëve të mi, unë ju mësoj si në punë edhe në jetë, se më e rëndësishme se çdo shifër është mënyra si ne I shohim edhe I trajtojmë njerëzit. Duhet që fëmijëve të mi të mbetet gjithmonë që puna bëhet me ndeshmëri, me zemër edhe me sinqeritet. Sepse ndikimi që kena te njerëzit është më e rëndësishme se çdo shifër që ata mund të marrin nga të ardhnat e biznesit. Kjo është një ndër gjanat që e kam si primare, edhe që unë fëmijët e mi t'i rris fëmijë njerëzor, edhe me parime njerëzore. Super. Duke se ti edhe bashkëshorti jot keni kalu vështirësi, po themi në anën ekonomike për me arrit këtë gjanë. Edhe si çdo prind nuk don që fëmijët e vet me I kalu në atë vështirësi. Edhe këtë del pyetja, a I llaston fëmijët e tuaj ti si biznesmene? Përveç pjesës e edukimit. Faktikisht ato kanë fatin që ato kanë lindë ashtu të pjesë të shumë gjana. Se ne nuk e kena pasat luks, kena punu ne që të dhastojmë ata. Do më thonë, I dhastoj gjithmonë me limite. Normal që kur ti ke mundësit, do t'i plotësosh një dëshirë dhe një qef që fëmia ka, por gjithmonë mrena limiteve, nuk I kalojmë limitet për asnjë gjë, se dona edhe fëmia jonë që ta ketë idenë edhe vlerën e lekut, se është nevoja shpërdorimit, domethënë, por ta vlerësojnë lekun, tash ato dhe janë rrit 12 edhe mundën me fitu lekun vet, kështu që kur të fitoj lekun e vet,
kanë me bë atë me plotësu ato tekat e veta për te limiteve tona. Të kuptova. A do i shtysh fëmijët e tuaj me vazhdu për biznes apo do t'i lësh të lirë me bë çfarë dojnë? Dëshira edhe për çfarë studiojnë, me çfarë fjalë? Për çfarë kanë studiu? Po, dëshira është shumë e madhe në fakt që me vazhdu. Kush është ai biznesmen që nuk don që fëmia i vet trashëgojnë këtë. Por ne realisht i kemi lënë të lirë dhe ato kanë drejtën e zgjedhjes. Në fundit ndoshta një vizion edhe ëndër e jamja edhe e preks nuk është vizioni edhe ëndër atyne. Kështu që ata do të ndjekun atë që atyne ju pëlqen. Domethënë do të vazhdojnë sipas ëndrave të veta. Super. Janë totalisht lirë. Janë totalisht lirë. Kuptova. Për një sipërmarrës të ri, ose më mirë po them një sipërmarrëse, me që je femën edhe si më thonë, si femra për femër, një këshill. Sipërmarrëse re, ka një ëndër, ka një dëshirë me baj biznes, po nuk din ku me nis për shkak ose ka ato ngurrimet e fillimit. Ç'a mund t'i thush? Unë faktikisht e shikoj pak problem te kjo pjesa e mungesës vetbesimit njerëzve. Pra, siç thash, kanë shumë potencial, por kanë këtë mungesën e kanë frikë, kanë këtë pjesën e mungesës. Edhe unë do t'ju këshilloja që mos të mundohen me gjetë momentin perfekt, po ta bëjnë hapin e parë, kurdoherë. E rëndësishme është, si më thonë, kjo pjesa e besimit që të vazhdoj edhe ka me vazhdu edhe ma mirë gjatë kohës, por, si më thonë, ta vlerësojnë pak veten ma shumë, se sikur e investojnë pak veten, edhe atë potencialin që ata kanë sikur e vlerësojnë pak e veri, domethënë shpeshherë, edhe në vërtet e kanë shumë. Edhe kjo është këshilla jame që ta vazhdojnë pa prit momentin perfekt, sepse të vazhdojnë të hapin dyrët, si me thonë, se pasaj gjana tjera i vinë simas punës që ata bajnë, simas hapave. Hapin e parë është i rëndësishëm se pjesa tjetër. Ti je një shembull i gjallë, si thënë amerikan, living example, je një shembull i gjallë i një femne që mundet mu bë suksesshme. A jeti një shembull komplet i veçantë apo e ka potencialin çdo femën për më bë suksesshme në Shqipëri? Sigurisht që e ka. Domethënë çdo femër, s'po thonë çdo femër, por përgjegjësi femrat e kanë. Femrat kanë shumë intuit, kanë shumë këndvështrime të ndryshme dhe të menumit, mundësisht besoj që edhe më shumë se sa më. Okej. Këtë do e presë. Realisht me thonë, po sigurisht që jetojmë në Shqipëri edhe të vjen keq, domethënë se janë rrethonat e shumë njerëzve që i çojnë situatat e tilla që ata mos më nxjerrin pa aftësitë e tyre edhe se jo se s'kan aftësi, mund të jenë shumë të afta, po thjesht rrethonat i bajnë. A mendon se do kishe ecë ti personalisht para, kaq sa ke ecë, ose preka, kaq sa ka ecë preka, nëse njëri prej të dyve do ishte marrë me diçka tjetër, për shembull, s'do kishit kanë bashkë në biznes. Sa rëndësishme ka kanë bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm edhe realisht mendoj që jo. Domethënë kena pas shumë nevojë të dy për mbështetjen e njëri tjetrit që ne të arrijmë sot këtu ku jena. Edhe është si ajo si më thonë, bashkimi bën fuqi, tamam shprehja, edhe të kenë bashk, kena mujt edhe kurdoherë edhe në rast se njëri është keni lollën, tjetri, si më thonë, mënu me ngrit, vazhdimisht, si më thonë, kena gjetë edhe pasioni jonë të dyve ka keni njëjtë, faktik edhe kjo ka keni një nër, si më thonë, fati jonë, që kena pas pothuajse të njëjtat pasione, të shumë të guximshëm të dy, edhe kjo na ka animu shumë, por nëse e mendoj domethënë që ta kisha bë vetëm unë ose ta kisha bë vetëm preka, mendoj se nuk do ishim kaq suksesshëm sa jena sot të dy bashkë. Kam një rubrikë të shkurtër, kam 5 fjali, unë kam me thonë fjalinë e parë, edhe ti thjesht ke me vazhdu, aty ku e nali unë. E para, jam krenare për veten sepse ja kam arrit qëllimeve. Në momentin kur dikush ka sukses, njerëzit e tjerë përgjithësi më vjen keq me thonë, po kanë atë zilinë i natin, por do të vazhdosh. Do të vazhdosh. Okay. Një ndër frikrat më të mëdha që kam ka përcy në biznes është a mund t'ja dal?
Të jesh gru në biznes, do të thot, Shumë sakrificë. Shkodra është? Qyteti i zemrës. Okej, super, shumë e bukur. Sa rezistencë në thoj, ose sa mos besim keni marrë prej njerëzve që mund keni pas rreth rrotull. S'po them se s'bën familjar, po me që shok, kur e keni thonë që dona me baj këtë gjë për shkak. Ka pas, në fakt, ka pas persona që ndoshta janë mënu, si më thonë, Se kanë kuptu ndoshta vizionin. se kanë kuptu, normal, edhe por ne të pas ne të dy si unë si preka jena njerëz që nuk ndikona shumë prej opinionit njerëzve, edhe si më thonë nuk ka ndiku hiç te vizioni jon për të aty ose qëllimi jon që kena pas, nuk ka ndiku hiç pjesa e opinionit individëve të ndryshme. Tash normalisht që në fillim me thënë vërtetën ka kena e mungesa e rritjes personale e eksperiencës në punë, edhe mund të ketë ndiku, por me kalimin e kohës, me thënë njeriu kupton që mosbesimi tyne ka më shumë baj për frigrave tyre se sa potencialit tonë. Ne ishim në rregull me atë që po bashim, po thjesht ato e menoshin si për vete, pra që ne shfaqin te ti ndoshta. Po shfaqin te ne. Pa sigurinë e vet. Pa siguria tyne fiks. Me që besoj ke pas edhe njerëz që të kanë thonë muneni mja dal, edhe që nuk muneni mja dal. Si më thonë, si menje si për marsit, ajo motivon më shumë kur thot dikush nuk munesh mja dal apo munesh mja dal. E kuptoj, po ideja është që mu paktën personalisht mendoj që s'm ka ndikuar asnjëna, sepse kam pas një qëllim shumë qartë edhe vizion qartë të vetja, edhe në rast se ne munona me pas se çfarë thot, si më thonë, çfarë thonë njerëzit anash, ne sigurisht që s'kan me na lënë tu këty shif njërin shif tjetrin, s'na lënë me jesë përpara, edhe ne gjithmonë kena jesë përpara me binjen edhe me vizionin ton. Nuk ka ndikuar asnjëna, tash normal që është, si me thonë, të bajnë muni shumë mirë persona që t'japin kurajo dhe tojnë. Për shembull, ne kena pas përkrahin familjar edhe që jam shumë mirë njohse, sigurisht që ajo është një shtysë shumë e madhe që ne me pas mundësi me jesë përpara. Por nëse marrim pjesën e këtyne që mund të thonë jës mund t'ja dalësh, mendoj që sot i herë sidomos nuk ka hapësirë hiç që dikush ta thojnë as ta menojnë atë gjë, sepse Xhedisi si kompani është biznesi konsoliduar tash edhe nuk realisht nuk ka asnjë mundësi ose hapësirë që dikush të flasë diçka tjetër. Por mendoj që nuk ndikona, domethënë tek ja pjesa hiç. A mendon se është një ndër 3 arsyet më të forta pse dikush dështon, nëse ka primare me një opinionin e tjerëve? A është kaq i fortë opinioni i tjerëve, sidomos po them në Shkodër për shembull? Domethënë, unë po referohem te pjesa jeme, edhe ka pas raste që mund të kenë thonë nga gjanat më të ndryshme, por nuk jam diku hiç. Kjo është më shumë në varësi të karakterit të personit ose të forcës së personit se sa të opinionit njerëzve. Se ne tash në Shkodër jetojmë me dim se flasim. Po. Pranej po të soni kon të njerëzit. Jo, nuk na ndikon hiç me thënë vërtetën. Kuptova. Planet për të ardhmen. Çfarë është vizioni 5 vjeçar ose 10 vjeçar i Xhedis? Vizioni besoj që është rritja, vazhdojmë ta kemi vizionin e hapun për rritje, dhe besoj se do të ketë edhe gjëra tjera, por normal që do t'i lam pak, do t'ja lam kohës, domethënë. Do të ketë pak ndryshim ndoshta edhe në lidhje me biznesin. Këtë deshta me të pyet. Nëse ti ke një plan, edhe i vizion për shembull, a është e mira me ndoa me shumë njerëz, se njëri ka kënaqësi me thonë du me bë këtë, du me bë atë. Edhe nëse nuk është e mirë, pse? Jo, unë thjesht mendoj që nuk është edhe që mirë, se shpesh herë është ajo energjia jote që ti e shpalos te tjetri edhe mund ta tërheqësh, po SB atë pjesën e energjisë, plus që mendoj që nuk është nevoja përpara, por më shumë është si thonë me lanë punën me fol se sa me fol fjalën. Kam vurë që ju përdorni shumë ose investoni shumë në marketing. Edhe në bizneset e pakta në Shkodër, me aq sa i shikoj, nësoni shoh me synin e marketingut. Pse ke vendos me bë marketing? Çaj duhet një supermarketit, një marketing ose një lokalit, po themi. Tashi, pjesa e marketingut faktikisht
tu pa edhe këtë zhvillimin edhe që ka marrë pjesa marketingut, është basi një trend edhe me kohën, po e zëm. Edhe ne sigurisht do më thonë që munona gjithmonë që t'jemi edhe me kohën edhe një hap përpara se tjerëve, si më thonë, mundësisht jemi edhe inspirim për tjerët, edhe kjo na vjen mirë, na vjen mirë. Ideja është që ne ja dim vlerën se në të mënyrë, si më thonë, ne jena ma afër edhe klientit, tash këta rrjetet sociale janë është gjithë njerëzit i keme telefon në dorë dhe normal që kanë marrë, si me thonë, një audiencë shumë të madhe rrjetet sociale që pse jo ne do më thonë të mos jena aty. Në bazë të analizave tuja kanë ndiku rrjetet sociale për me rrit biznesin? Po, besoj se ndikojnë shumë për mirë, do më thonë. Kuptova. Në qoftë se mundesh me kujtu pak vedin në fillim, si e ke menu biznesin se është, edhe si është në të vërtetë? Do më thonë, ne kena fillu biznesin si një punë që të punësoheshim pothuajse vetë, si më thonë. Edhe tashi normal që i ka kalu tana pritshmëri ose parashikimet tona që një të ardhme mund t'jena biznesmen që kena një kompani të madhe që po ofrojmë mundësi edhe punësim shumë personave. Edhe në realisht është krejtësisht ndryshe, do më thonë, i ka kalu tana ato për masat e pritshmërive që mund ta kemi imagjinu dikur me këtë që është sot. Tjela, shumë faleminderit që ishe në podcast, ishte kënaqësi me të një gjuhë edhe me mësu prej teje. Shumë faleminderit Xhuli, edhe për mua ishte shumë kënaqësi të jem. Faleminderit.